Si qytetar, me që mirësh me pacient çdo ditë jetës tonë dhe tash sa vite, a ime në nivelin e vëdësimit të dur, me dit, me dallu rastin emergjencë dhe me ardh, apo ende vinë edhe me rastet të cilat nuk ka emergjencë? Ende vinë edhe rastet që nuk janë emergjente. Se kishtë qenë vetëm emergjencë, nuk kishtë qenë edhe shumë të ngarkuar, mirë po vinë edhe rastet tjera, ndoshta që nuk janë emergjente, po kështu duhet i Çfarë specifika kanë çto raste që janë emergjente që ata i konsiderojnë emergjence, që ti dim, ti dallojmë dhe nëse për shembull disa raste nuk lajmërohen në shtëpiqendetit hiç, edhe vinë direkt aty. Po, na nuk i kthejmë ato ose ja japim një trajtim. Ose raste të tjera për një grip, për një ftofje, domethënë nuk ka nevojë për marrë në emergjencë, janë do raste ashtu që duhet së pari mu lajmëruar në shtëpiqendetit, qoftë atë dhimbje që shqetësohet, duhet të lajmërohet shtëpiqendetit aty e bën ndërsimin, miku familjar, pastaj udhëzohet për në emergjencë ose e sjell në emergjencë. Ose a kemi edhe raste